pse jo një ditë, pse jo, të krijohet një forum, një summit, profesionistëve të ri dhe studentëve të botës shqiptare në botë. Edhe të studentëve shqiptarë në Kosovë, Maqedoni, Shqipëri. Pse të mos mbledhemi përvoja të ndryshme, sepse në fundit çka kërkojmë? Çka kërkojnë edhe studentët në Shqipëri? Këto nuk muj ta them saktësisht sepse i kanë përfaqësuesit e vet dhe nuk e kam këtë rol këtu. Kërkojnë që të ndërlidhen me botën, kërkojnë që të ndërlidhen me Evropën, kërkojnë që sa më shumë që edhe Evropa të vijë tek këta. Pra, siç kemi bërë edhe më herët, Shqipëria duhet të organizojë Evropën këtu edhe me studentët shqiptarë në botë, sepse edhe ne jemi lidhja. Qofse Universiteti i Tiranës nesër do binjakëzim me Universitetin e Lionit. Unë nuk e shoh qofse nuk ju drejtohet studentëve të shqiptarë në Lion. Ne mund të bëjë diçka. Kemi profesorat të universiteteve, kemi mjek, psikolog, shef departamenti nëpër ministri e tjera. Ku të drejtohesh? Më thonë, aty e kam idenë, mu ka dok vetja që kam marrë në një summit, ku patjetër ishte qëllimi të takohem me diasporën, po dua të takoj edhe shqiptarët, e lokal, në nivelin e Shqipërisë.